إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatet më të përzemërta I dërgojmë njeriut më me vlerë në historinë njerëzore, vulës së pejgamberisë dhe krijesës më të dashur të Allahut xhalla xhelaluhu, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili nuk kurseu asgjë që sot feja jonë të jetë feja islame. Atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kush që e devijon, dhe ai I mjeri I cili dëshiron të mbetet në devijim, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e drejtë përpos Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot I cili meriton të adhurohet përpos Allahut, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun sinqerisht dhe mos vdisni përpos duke qenë musliman. O ju njerëz, kijeni frikë Zotin tuaj I cili ju krijoi juve prej një veteje dhe nga ajo e krijoi palën e saj. Dhe prej atyre dyve ushtuan shumë burra e gra. Kijeni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruajeni farafisin se Allahu është mbikëqyrësi juaj. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai ju mundëson juve të bëni vepra të mira, u ashlyen juve mëkatet tuaja. E kush e respekton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai ka arritur një fitore të madhe. Fjala më e drejtë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë bidatet. Çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje shpije në zjarr. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mbrojë nga zjarri. Amin. Xhamati nderuar, dhe ju dëgjues të nderuar të radios islame, të cilët na përcjellni nga të katër anët e botës nëpërmjet valëve të internetit, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur që ka ekzistuar ndonjëherë, përshëndetjen islame dhe përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësitë dhe begatitë e Allahut qofshin me ju. Duke pasur parasysh se po I afrohemi muajit të bekuar të Ramazanit, e kam parë të udhës që të flasim diçka në lidhje me Ramazanin dhe në lidhje me agjerimin. Dhe këtë temë e kam titulluar Përse agjeroj. Pra çdo musliman, çdo besimtar e ka për obligim që ta di përse agjeron dhe ta di se përse I bën ibadetet e tjera. Pra duke përfshirë këtu të gjitha ibadetet, jo vetëm agjerimin. Dhe duhet t'i ketë parasysh urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me çdo ibadet, në lidhje me çdo adhurim të cilin ja bën Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj shkaqet apo arsyet për të cilat ne agjerojmë janë të shumta.
mirë po ne do t'i cekin vetëm disa prej tyre, dhe si pikë të parë, apo arsye të parë se përse agjerojmë, përgjigjemi dhe themi se ne agjerojmë për arsye se Allahu subhanahu wa ta'ala na e bëri agjerimin obligim. Kjo është pra pika e parë. Kjo është esenca e agjerimit, si dhe e çdo ibadeti tjetër. Nga se ne nuk i bëjmë ibadet Allahu xhalla xhelaluhu për asgjë tjetër, vetëm se për arsye se ai neve na urdhëroi që ne t'ia bëjmë atë ibadet. Dhe shkaku i krijimit ton dhe i ardhjes son në këtë botë është ibadeti, siç thot Allahu xhalla xhelaluhu: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për diçka tjetër, vetëm se të më adhurojnë mua. Andaj pra, edhe agjerimi duhet të kuptohet kështu, dhe duhet kur ne pyetimi përse agjeroni, duhet fillimisht të themi ne agjerojmë për arsye se Allahu na e bëri obligim agjerimin. Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhje me obligueshmërinë e agjerimit në surën Al-Baqara thot: "Ja ayyuhalladhina amanu", o ju besimtar, o ju që keni besuar, kutiba alaykumus siyam, juve u është bërë obligim agjerimi. Pra argumenti për obligueshmërinë e agjerimit gjendet pra në këtë ajet. Se Allahu thot: o ju besimtar, juve u është bërë obligim agjerimi. Kema kutiba ala alladhina min qablikum, ashtu siç ishte obligim për popujt të cilët ishin para jush. La'allakum tattaqun, që ju të jeni të devotshëm, që të arrini devotshmërinë. Pra, puna e parë për të cilën ne e bëjmë agjerimin është që ta zbatojmë urdhrin e Allahu xhalla xhelaluhu dhe këtë obligim, pra, të cilin Allahu na e bëri obligim, ta çojmë në vend. Pra kjo është pika e parë. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin tjetër të surës Al-Baqara thot: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Ai prej jush i cili e arrin agjerimin, e arrin Ramazanin, le të agjeroj. Ai i cili e arrin këtë muaj, le të agjeroj. Pra fjala le të agjeroj tregon se ky është një prej obligimeve të Allahut xhalla xhelalu. Po ashtu, nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët tregojnë për obligueshmërinë e agjerimit, e kemi hadithin të cilin e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, Allahu i mëshiroft, nga Abdullah ibn Abbasi, nga Abdullah ibn Umair radhiyallahu anhuma, i cili thot: "Bunya al-islamu ala khams." Islami, pra feja, ndërtohet mbi 5 shtylla: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, të dëshmuarit se nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet përpos Allahut, dhe të dëshmuarit se Muhammedi është i dërguar i tij. Wa iqamis salah, falja namazit, wa ita'iz zakat, dhënia e zakatit, wa sawmi Ramadan, agjerimi i muajit të Ramazanit, wa hajjil beyti in istata'ta ilayhi sabila, wa hajjil beyti liman istata'a ilayhi sabila. Dhe bërja e haxhit për atë për atë i cili ka mundësi. Pra, këto janë 5 shtyllat e Islamit mbi të cilët ndërtohet kjo fe e madhërishme. Andaj pra, Allahu xhalla xhelaluhu njërën prej 5 këtyre shtyllave e ka bërë agjerimin e muajit të Ramazanit, siç e pam edhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ngjashëm me këtë e kemi edhe një hadith i cili në literaturën islame njihet si hadithi i Gjibrilit, kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte me sahabët e tij, duke i këshilluar dhe duke u dhënë porosi, erdhi një njeri, e ai në fakt ishte Gjibrili alayhi salam, mirë po i shndruar në formë njeriu, dhe ja parashtroi disa pyetje pejgamberit alayhi salatu wassalam, me qëllim që njerëzit të cilët ishin përreth pejgamberit alayhi salam
t'i marrin përgjigjet e duhura me qëllim pra që t'u mësoj fenë e tyre. Dhe një prej pyetjeve të cilat Xhibrili alayhis salam ja parashtroi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është mal islam. Çka është Islami? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj dhe tha: "El islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila." Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër përpas Allahut dhe të dëshmosh se Muhamedi alayhi salam është i dërguar i tij, të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin dhe të shkosh në haxh nëse ke mundësi. Pra kjo ishte përgjigja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën pra përfshihet edhe agjërimi i Ramazanit dhe obligueshmëria e tij. Andaj pra si pikë e parë, përse ne agjërojmë, duhet të themi se agjërojmë se Allahu subhanahu wa ta'ala na e bëri obligim dhe se ne si besimtar e kemi për detyrë që obligimet Allahu xhalla xhelaluhu t'i çojmë në vend. Pika tjetër për të cilën ne agjërojmë është se me anë të agjërimit ne e arrijmë devotshmërinë, e cila është një prej çështjeve kryesore të fesë islame. Me anë të agjërimit ne e realizojmë devotshmërinë të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala na e kërkon prej nesh në shumë ajete kuranore dhe shumë hadithe të pejgamberit alayhi salatu wassalam porosisin për këtë gjë. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin që e cekëm pak më parë: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar, "kutiba alaykumus siyam", u është bërë juve obligim agjërimi, "kema kutiba alal ladhina min qablikum", ashtu siç ishte obligim edhe për popujt të cilët ishin para jush, "la'allakum tattaqun", ajeti përfundon duke thënë që të bëheni të devotshëm, që të arrini devotshmërinë. Pra kjo është esenca, ky është qëllimi final i agjërimit dhe po ashtu edhe i obligimeve apo adhurimeve tjera ndaj Allahut xhalla xhelalu. Pra, një prej pikave kryesore përse ne agjërojmë është edhe arritja e devotshmërisë. Çka ne kuptojmë me fjalën devotshmëri? Devotshmëri, sipas definicionit të cilët e kanë thënë dietarët islam, është që njeriu të vendos mes tij dhe mes hidhërimit dhe dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala një preventiv apo një mbrojtje. Pra, njeriu të vendos një preventiv apo një mbrojtje mes vetes dhe mes hidhërimit dhe dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ose të vendos një mburoj. Pra kjo quhet devotshmëri. E kjo mburoj, ky preventiv ose kjo mbrojtje është veprimi i urdhrave dhe largimi nga ndalesat. Pra kështu arrihet devotshmëria. Nëse parashtrohet pyetja si arrim devotshmërinë, përgjigjja është se ne e arrim devotshmërinë duke i zbatuar urdhrat e Allahut xhalla xhelaluhu dhe duke u larguar nga ndalesat të cilat ai na i ndaloi. Pra, të vendosim një mburoj mes vetes son dhe hidhërimit dhe dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo pra është esenca e devotshmërisë. Në lidhje me këtë kemi rastin edhe kur njëri e pyeti Ebu Hurejran radhiyallahu anhu dhe i tha: "Mat taqwa?", çka është devotshmëria? Qal Ebu Hurejra radhiyallahu anhu u përgjigj duke i thënë: "Halla mashayta ala tariqin fihi shawk", a të ka rastisur ndonjëherë të ecësh nëpër një rrugë në të cilën ka gjemba, ka fera? A të ka rastisur të ecish pra në një rrugë në të cilën ka gjemba dhe fera? Qala na'am, njeriu i përgjigj dhe tha po. Qala wa madha sana'at? Ebu Hurejra pyeti: "E çfarë bëje ti në këtë rast?" Qala kuntu idha ra'aytu ash-shawka taqaytuhu. Tha kur ecja në një rrugë në të cilën kishte fera dhe gjemba, unë ruhesha prej tyre. E ruaja vetveten prej tyre, pra që të mos shpohem apo të mos më ngatrohet në rrobat e mia e të më shqyejnë rrobat.
pra ruhesha. Faqala Abu Huraira, dhaka at-taqwa. Atëherë Abu Huraira radhiyallahu anhu i tha, kjo pra është devotshmëria. Me një fjalë e krahasoi devotshmërinë me një njeri i cili ecë nëpër një rrugë në të cilën ka gjemba dhe fera dhe ruhet prej tyre, pra që të mos e dëmtoj veten e tij apo mos i dëmtoj rrobat e tij. Kështu pra është devotshmëria. Të ecish në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe njëkohësisht të ruhesh nga gjërat të cilat të dëmtojnë, e ato janë pra mëkatet dhe ndalesat ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Pra, kështu Abu Huraira radhiyallahu anhu e bëri një krahasim të mrekullueshëm mes devotshmërisë e cila është esenca dhe mes devotshmërisë pra të cilën Allahu xhalla xhelaluhu e kërkon dhe mes një njeriu i cili ecë nëpërmjet një rruge. Dhe përsa i përket devotshmërisë, ne mund të themi se nëse qëllimi i krijimit ton është adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala, atëherë cili është qëllimi i adhurimit? Pra nëse ne jemi krijuar për të adhuruar Allahun xhalla xhelaluhu, atëherë cili është qëllimi final i këtij adhurimi? Atëherë përgjigjemi dhe themi se qëllimi final i këtij adhurimi është devotshmëria, pra arritja e devotshmërisë, të qenit i devotshëm në adhurimet tona ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Këtë argumentojmë me ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Ja ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj i cili ju krijoi juve dhe ata që ishin para jush, që ta arrini devotshmërinë. Ajeti pra përfundon la'allakum tattaqun, që ta arrini devotshmërinë. Pra, adhurojeni Zotin tuaj i cili ju krijoi juve dhe ata që ishin para jush. Përse ta adhuroni? Pra që ta arrini devotshmërinë. Pra me plot gojë mund të themi se devotshmëria është qëllimi i të gjitha qëllimeve. Pra është qëllimi i adhurimit i cili është qëllim në vete për të cilin ne kemi ardhur në këtë botë. Andaj pra, devotshmëria qenë ka qëllim i qëllimeve dhe njëra prej mënyrave më të mira me të cilat arrihet devotshmëria, padyshim është edhe agjerimi. Pra, prej mënyrave më efikase, më të përsosura dhe më të mira, me anë të cilave njeriu e arrin devotshmërinë, i cili është qëllimi të gjitha qëllimeve, padyshim që është agjerimi, siç e cekëm në ajetin në fillim të ligjëratës ku tham se Allahu në fund të ajetit kur e obligon agjerimin thot la'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. Pika tjetër apo shkaku tjetër për të cilin ne agjerojmë është se me anë të agjerimit njeriu e arrin ihsanin. Çfarë do të thot fjala ihsan? Në hadithin e Gjibrilit alayhi salam, kur erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë të një njeriu të bukur dhe ja parashtroi disa pyetje pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pasi i ja parashtroi pyetjen çka është Islami, çka është imani dhe çka është, pastaj e ja parashtroi pyetjen çka është ihsani. Që do të thotë se besimi është shkallë. Besimi, shkalla e parë e besimit është të qenurit musliman. Shkalla e dytë, e cila është më e lartë, është të qenurit besimtar apo mu'min. Dhe shkalla e tretë, e cila është kulminacioni i besimit, është të qenurit muhsin, por të arrish ihsanin. E çfarë është ihsani? Atëherë i kthehemi pyetjes së Gjibrilit alayhi salam, kur e pyeti pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i tha: "Mal ihsan?" Çka është ihsani? Qala, pejgamberi alayhi salatu wassalam ju përgjigj dhe tha: "An ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Tha ihsan është të adhurosh Allahun sikur me e pa atë, sepse edhe pse ti nuk e sheh, ai ty të sheh. Kjo është pra ihsani. Dhe me anë të agjerimit e arrim pra këtë ihsan, e arrim këtë shkallë pra të besimit. Agjerimi është mënyra më efikase për të arritur kulminacionin e besimit ton, pra ihsanin, i cili është që ta adhurosh Allahun sikur me e pas përpara, sikur ta shohësh Allahun xhalla xhelaluhu, sikur ta kesh para syve tu.
sepse edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Pra kështu e definoi pejgamberi alayhi salatu wassalam fjalën ihsan. Dhe padyshim se me anë të agjerimit ne e arrim ihsanin në mënyrë shumë të lehtë, sepse ne e dim se çdo ibadet ne ja kushtojmë Allahu xhalla xhelalu. E po ashtu edhe agjerimin ja kushtojmë Allahu subhanahu wa taala. Dhe për hir të atij, duke e ditur se Allahu xhalla xhelalu e kemi përcjellës, ai në çdo moment, në çdo çast të jetës sonë është me ne. Ai prana përcjell çfarë bëjmë. Andaj me anë të agjerimit ne e shprehim besimin ton dhe e shprehim adhurimin ton ndaj Allahu xhalla xhelaluhu edhe kur jemi para të tjerëve, mirë po edhe kur jemi në vetmi. Sepse kur ne agjerojmë, edhe pse ushqimin e kemi para vetes dhe mund që të ndodhim vetëm në shtëpi, nuk na ndalon askush që ne të ham ose të pim. Mirë po, duke pasur parasysh se e kemi Allahun xhalla xhelaluhu përcjellës, atëherë ne nuk ham, nuk pim dhe nuk i bëjmë gjëra tjera të cilat e prishin agjerimin, vetëm për arsye se e kemi parasysh ihsanin, pra të cilin e përmendëm dhe të cilin e definoi pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe tha, ihsani është që ta adhurosh Allahun sikur më e pas përpara, dhe padyshim se kjo është kulminacioni pra i besimit dhe këtë ihsan ne më së miri e arrim me anë të agjerimit. Një prej arsyeve tjera apo shkaqeve tjera dhe virtyteve të Ramazanit të agjerimit është se agjerimi e sjell faljen e mëkateve. Pra me anë të agjerimit neve Allahu xhalla xhelaluhu na i fal mëkatet e bëra. Agjerimi pra është shkak apo arsye me anë të së cilës ne arrim faljen e mëkateve nga Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe këtë më së miri e shohim në hadithin të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, Allahu i mëshiroft, nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili e agjeron muajin e Ramazanit me bindje të plotë dhe duke shpresuar në shpërblimet e Allahut, do t'i falen të gjitha mëkatet të cilat i ka bërë më parë. Pra, agjerimi qenë ka njëra prej arsyeve apo shkaqeve për shkak të së cilës neve na falen mëkatet nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Pra, ai i cili e agjeron muajin e Ramazanit me bindje të plotë ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe me shpresë të përpikt në shpërblimin e tij, do t'i falen mëkatet të cilat i ka bërë më parë. Dhe këtu duhet të potencojmë se kur thot pejgamberi alayhi salatu wassalam do t'i falen mëkatet që i ka bërë më parë, qëllimi i mëkateve këtu është për mëkatet e vogla. Pra mëkatet të cilat janë të vogla, me anë të agjerimit njeriu arrin faljen nga Allahu xhalla xhelaluhu të këtyre mëkateve. Ndërsa për mëkatet e mëdha është e patjetërsueshme të bëhet pendim i sinqert, dhe se pa pendim të sinqert, mëkatet e mëdha nuk falen. Pra, me një fjalë, agjerimi pra qenë ka shkak për neve të na falen, që neve të na falen mëkatet e vogla të cilat i kemi bërë më parë. Dhe kjo është pra një prej arsyeve për të cilat ne agjerojmë. Arsyeja tjetër për të cilën ne agjerojmë është se agjerimi të bën që të shpëtosh nga zjarri i xhehenemit. Me anë të agjerimit, njeriu e shpëton vetveten e tij nga zjarri i xhehenemit. Dhe kjo padyshim është prej virtyteve të mëdha të këtij muaji të bekuar dhe të agjerimit konkret. Pra agjerimi ja mundëson njeriu që ai ta shpëtojë vetveten nga zjarri i xhehenemit. Dhe këtë e argumentojmë me hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, Allahu i mëshiroft, nga Ebu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man sama yawman fi sabilillah", ai i cili agjeron një ditë për hir të Allahut, ba'ada Allahu bidhalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa,
për shkak të asaj dite të cilën ai e ka agjëruar, Allahu do t'ja largoj fytyrën e tij nga zjarri i xhehenemit 70 vjet largësi. Pra, pejgamberi alayhis salatu wassalam agjërimin e një dite, e vetëm të një dite, pra e ka treguar pra se është shkak që njeriu të shpëtoj nga zjarri i xhehenemit, e të mos flasim kur agjërojmë tër muajin, pra 30 ditë e Ramazanit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra thot se ai i cili agjëron një ditë, vetëm një ditë, për hir të Allahut, Allahu do t'i largoj fytyrën e tij nga zjarri i xhehenemit në një largësi, në një distancë 70 vjeçare ecje në këmbë. Pra aq larg do të jetë prej xhehenemit, pra saqë do t'i duhej të ecë 70 vite në këmbë derisa të arrijë në xhehenem. Pra kaq është largësia për shkak të një dite të agjëruar për hir të Allahut subhanahu wa taala. E a thua çka mbeti nëse ne pra e agjërojmë tër muajin? Pra me të vërtetë është ky muaj, bereqeti i këtij muaji është i pashmangshëm dhe është i pashtershëm dhe është i madh. Andaj pra duhet që të gjitha obligimet e në veçanti pra agjërimin ta kemi parasysh dhe t'i dim virtytet dhe shkaqet se përse ne agjërojmë, t'i dim pra edhe shpërblimet e Allahut xhalla xhalaluhu, të cilin një prej tyre e cekëm pra në këtë hadith. Po ashtu në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, pra këtë hadith e transmeton Tirmidhiu nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu. Pejgamberi alaihi salatu wasallam thot: "Idha kana awwalu laylatin min Ramadan, suffidat ash-shayatin wa maradat al-jinn." Kur të vi nata e parë e Ramazanit, shejtanët vihen në pranga dhe xhinët të cilët janë të rebeluar. Pra shejtanët dhe xhinët e rebeluar, xhinët më të këqij, pra vihen në pranga dhe lidhen me zinxhir. Wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha bab. Dhe mbyllen dyert e zjarrit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe derisa të përfundoj muaji i agjërimit, muaji i Ramazanit, këta dyert nuk hapen. Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab. Dhe hapen dyert e xhennetit dhe nuk mbyllet asnjë derë e tij derisa të përfundoj Ramazani. Wa yunadi munadi, dhe një thirrës thret: "Ya baghi al-khair aqbil." O ti i cili e kërkon mirësinë, afrohu, eja. Wa ya baghi ash-sharr aqsir. O ti i cili e kërkon të keqen, nguro, pra mos vepro. Walillahi utaqa'u minan nar. Dhe Allahu do të shpëtoj njerëz nga zjarri, wa dhalika kulla lejle, dhe kjo do të ndodh për çdo natë. Pra për çdo natë të Ramazanit, një grup i njerëzve për shkak të agjërimit dhe për shkak të ibadeteve të tyre e shpëtojnë vetveten e tyre nga zjarri. Pra Allahu subhanahu wa taala i shpëton nga zjarri për çdo natë të Ramazanit një grup njerëzish, pra e shpëtojnë vetveten e tyre nga zjarri. Allahu xhalla xhalaluhu i shpëton nga zjarri pra. Dhe kjo është pra prej argumenteve të cilat e tregojnë në mënyrë të qartë se për çdo natë të Ramazanit Allahu xhalla xhalaluhu i shpëton një grup njerëzish, mirë po normalisht ata të cilët veprojnë, ata të cilët e lodhin vetveten e tyre në ibadet, të cilët i bëjnë adhurim Allahu xhalla xhalaluhu, pra Allahu për shkak të agjërimit dhe obligimeve dhe adhurimeve të tjera u mundëson që të shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit. Pika tjetër, pra përse ne agjërojmë, është e kundërta e kësaj, pra se agjërimi e bën njeriu që të jetë prej xhenetlive. Pra e shpëton nga xhehenemi dhe nga ana tjetër e bën që të jetë pjesëtar i banorëve të xhenetit. Dhe këtë argumentojmë me një hadith, të cilin e transmeton Muslimi, Allahu e mëshiroft, nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ishte me sahabët, shokët e tij, dhe i pyeti: "Man asbaha al-yawma minkum sa'ima?" Kush prej juve sot është duke agjëruar? Qala Abu Bakr: "Ana ya Rasulullah." Abu Bakri radhiyallahu anhu tha: "Un o i dërguari i Allahut, un jam duke agjëruar." Faqal: "Man at'ama al-yawma minkum miskina?" Kush prej jush sot e ka ushqyer një të varfër? Faqala Abu Bakr: "Ana ya Rasulullah." Përsëri Abu Bakri u përgjigj:
unë o i dërguari Allahut. Fa qala man aada al-yawma maridan, pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, kush prej jush sot e ka vizituar një të sëmur? Fa qala Abu Bakr, ana ya Rasulullah. Abu Bakri u përgjigj përsëri tha, unë o i dërguari Allahut. Fa qala Abu Bakr ya Rasulullah. Qala man tabi'a al-yawma minkum janazah. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e parashtroi pyetjen e katërt dhe tha, kush prej jush e ka përcjellur sot një xhanaze, pra e ka përcjellur dhe deri sa është varrosur? Fa qala Abu Bakr, ana ya Rasulullah. Tha, unë o i dërguari Allahut. Fa qal, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-janna. Këto gjëra, nëse mblidhen të katërta të njëjti person, ky person është xhenetli. Pra nëse këto 4 vepra një person i vepron, këto vepra të bëjnë banor të xhenetit. Andaj pra Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili është një prej të përgëzuarve me xhenet, i kishte këto cilësi pra. Në të njëjtën ditë, edhe ishte agjerues, edhe e kishte ushqyer ndonjë të varfër, edhe e kishte vizituar ndonjë të sëmur, edhe e kishte përcjellur ndonjë xhenazë të ndonjë besimtari derisa ishte varrosur. Pra, këto janë cilësitë e një prej tyre, pra e para ishte se ai ishte agjerueshëm. Pra njëra prej shkaqeve të cilat të çojnë në xhennet pra është edhe agjerimi. Po ashtu në një hadith tjetër, të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, dhe me të cilin hadith inshallah do ta përfundojmë këtë ligjërat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Vërtet në xhennet është një derë e cila quhet ar-rayyan. Ne e dim se xhenneti ka 8 dyert. Dhe njëra prej tyre pra pejgamberi alayhi salatu wasalam na informon se quhet ar-rayyan. La yadkhulu minhu illa as-sa'imun. Në këtë derë nuk hyn askush tjetër përveç agjeruesve. Fa idha dakhala as-sa'imuna ughliq. E kur të hyjnë agjeruesit, kur të hyjnë të gjithë agjeruesit, të cilët kanë agjeruar për hir të Allahut dhe agjerimin e tyre e kanë bërë me përpikri të plot, atëherë pasi të hyjë agjeruesi i fundit, pejgamberi alayhis salatu wasalam thot kjo derë mbyllet. Fala yadkhulu minhu ahadun ghayru as-sa'imun. Dhe pasi të mbyllet nuk ka mundësi që ata që nuk kanë agjeruar pra të hyjnë. Vetëm agjeruesit pra do të hyjnë në këtë derë. Dhe padyshim kjo është një myshdë e madhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për agjeruesin. Pra Allahu xhalla xhelaluhu nga 8 dyert e xhenetit pra e ka përgatitur një derë apo një xhenet të veçantë, një xhenet apostafat vetëm për ata që agjerojnë, sepse agjerimi është një prej obligimeve më madhështore në Islam, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala në një hadith qudsi thot: kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Çdo vepër e birit të Ademit i takon atij përveç agjerimit, sepse ai bëhet për mua dhe vetëm unë e di se si shpërblej për të. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na bëj prej agjeruesve dhe të na bëj prej atyre që me përpikri i rreken këtij adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe elusim Allahu xhalla xhelaluhu që agjerimin ton të na e pastroj, të na e kulloj, të na i pastroj zemrat tona, të na jep devotshmëri në të gjitha adhurimet tona, po edhe në agjerim, dhe në fund të na e pranoj agjerimin ton, që më në fund të fundit të arrijm shpërblimet Allahu xhalla xhelaluhu, të cilët pra i cekam gjatë kësaj ligjërate. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-aliyya al-azim li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.